le të mbajmë në një analogji që mund të zakonisht për janë themi një stëvrit në për një tro që ka spe, le të mbajmë në një analogji që mund të zakonisht për janë themi një stëvrit në për një tro që ka spe. Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Miq, mirë se vini në podcastin Miqësisht e Lida. Jemi në episodin 124. Jam shumë e kënaqur të jem këtu me ju sot dhe sot dua të flas cilët janë ata persona që unë i konsideroj si personat e mi. Cila është ajo pjesë e tregut që unë konsideroj që janë miqtë e mi klient. Ka shumë njerëz të mirë në botë, me ekspertizë, që në fakt nuk kanë lirinë e merituar, që unë mendoj që duhet të ketë secili nga ne, që të na japi mundësinë të kemi ndikimin e duhur në familjen apo në komunitetin tonë, për shkak se kemi lirinë financiare. Kaq e thjeshtë, dhe këtu mund ta mbyllë direkt. Në karrierën tonë, në zhvillimin që ne kemi, në fund të ditës ne harrim një liri e cila na bën të kemi mundësinë të kemi ndikimin e duhur, të ndihmojmë aq sa duhet, s'pari në familjen tonë dhe në komunitetin tonë rreth e rrotull. Kam në mendje në fakt dy zonja, që sa herë jam përballë një nga eventet që ne zhvillojmë, dhe këtë radhë jemi duke përgatitur për eventin e webinarit Vendimi më i rëndësishëm, dhe kjo është për çfarë do të flas sot dhe kush janë ata persona të cilët në fakt kualifikohen të jenë ata që unë quajnë të mit, që unë jam e bekuar dhe privilegjuar t'i quaj pastaj klient miq të mit. Po kam në mendje dy zonja, që mi ka prezantuar në fakt një kliente mike vjetër, që është nga marketerët më të mira në Shqipëri, dhe në fakt e zgjedhur si një best influencer në zonën në rajon. Pra dikush që ka ndikim në fakt e këto dy zonja. Jemi takuar disa herë të katërta bashkë. Këto vetë dy zonjat janë eksperte të klasit botror. Edhe këtë arsyem pse e them këtë është sepse punojnë në organizata ndërkombëtare me projekte që janë të shtrira në 3 kontinente dhe janë me sukses. Dhe janë në lidhje me njerëz shumë të zotë edhe të famshëm, dhe në fakt kjo është tema që kemi sa herë kur jemi të ulura bashkë me to. Vinë me dëshirën që të bëjnë të ecin përpara dhe të ngërën veten mbi nivelin ku janë. Në fakt kur ulesh me to kupton që ato dinë pothuajse 1, 2, 3. Dhe sa herë vinë me dëshirën të bëjnë përpara dhe të ngrenë veten mbi nivelin ku janë, duke konsideruar gjithkohën që dinë shumë, kanë mësuar shumë, kanë dhënë shumë për të tjerët. Por çfarë shoh që nuk bëjnë nga një takim në takimin tjetër? Nuk vendosin. Nuk vendosin të bëjnë çfarë? Të dalin nga aty ku janë, dhe nuk e pëlqen në fakt që duhet të bëjnë një lëvizje që është thjesht një vendim që të mësojnë të shpëtojnë karrierën e tyre dhe rrjedhimisht të rregullojnë cilësinë e jetës së tyre. Është kjo pafendosmëri që i mban të thyera, edhe pse nuk duken as pak shumë kur i takon, duken shumë të mirëmbajtura, por e them që janë të thyera sepse në takimet e fundit që patëm në Zoom, në mes të bisedës ishin të prekura, të thyera sepse tek puna që kishte dhe që i mbante gjithkohon të mbushura, që ishin vazhdimisht në një pozicion që nuk kanë pasur kohën të bëjnë asnjë gjë tjetër, sepse çdo gjë që ishte tani po udhtojmë për këtu, tani po udhtojmë për aty. Nëse tani duke punuar online, punëdhënësit ju kishin përgjysmuar dhe kohën e punës. Rrjedhimisht dhe pagesat, rrjedhimisht edhe çfarë vjen në cilësinë e jetës me gjithçka tjetër, në nivelin fiks të jetesës së tyre apo dhe të familjeve të tyre. Pjesa më e keqe në këtë është se unë nuk mund të ndihmoj, askush nuk mund të ndihmoj. As edhe pavarësisht përpjekjeve të mia më të mira për t'ju dhënë specifikisht disa podcaste të mia që të dëgjojnë, apo disa libra për t'i lexuar, për të futur më thellë, apo disa ide për të zbatuar, dhe madje duke u dërguar edhe punë nga klientët e mi për ekspertizën e tyre specifike. Pra biznes mërfilli, thjesht, nuk mund të bësh njëri të doj, të ecë, të vlerësohet, të zhvilloj veten në një anë tjetër, në një pjesë që është jashtë zonës së rahatit vet, dhe ta bësh të sjell vlerë në treg dhe ndikim dhe ritëm tjetër, qoftë për veten e tyre, qoftë për familjen e tyre, po dhe komunitetin rreth e rrotull. Ndihem keq në fakt kur personi që i ka referuar, që po ecën vetë në mënyrë të shkëlqyer, më thot sa herë kemi sesionet bashkë, se sa sfida po kalojnë të dy zonja në situatat e reja. Dhe ndihem keq, e dini pse? Sepse kanë çfarë ju duhet për të ecur përpara, po jo vetëm për veten e tyre, por edhe për klientelën time, që kjo ekspertizë është shumë e kërkuar. Kanë nevojë
për një ekspertizë të tillë që ato sjellin, nga ekspertiza e tyre në tregjet ndërkombëtare. A e shikojnë veten ato si eksperte? Po. Nuk ju mungon në fakt vetëvlerësimi apo vetbesimi. A e kuptojnë që duhet dalin në treg sepse kanë çfarë mund të ofrojnë dhe mund të pasurojnë familjet e tyre së pari, por edhe duke dashur të japin më shumë për të tjerët. Sigurisht që e din. Dhe ju them të drejtën, nuk kanë lënë asnjë guru të zhvillimit profesional apo personal pa ndjekur, që me Tony Robbins, që me Simon Sinek e tjerë. Por janë të vërtet, janë shumë të mira dhe janë njerëzit që unë realisht do thosha që janë aq të mirë sa unë do doja dhe janë persona që unë do doja të kisha në rrethet tona për arsyeën e thjeshtë që jo vetëm ato vetë, por dhe ne që jemi rreth rrotull tyre do fillojmë të një farë mënyrë të japim dhe të marrim nga ekspertiza njëri tjetrit. Në fakt gjëja që është e thjeshtë për të thënë është që nuk ka asnjë marrëdhënie midis të qenit i mirë apo i Zotit dhe të qenit i shitur në treg. Nuk ka rëndësi sa i mirë jeti vet, apo sa i Zoti jeti vet, apo sa i mençur jeti vet, kur nuk di që këtë gjë të marrësh ta paketosh, ta nxjerrësh në treg dhe të shikojmë që ky paketim, ky produkt, ky shërbim apo kjo ekspertizë shitet. Pra kjo të fiton, të sjell lek. Nuk është çfarë ka secili në kokë, po është çfarë nxjerr aty në tregun e punës, çfarë është duke e dhënë me shumë dashuri. Pra, në fakt, çfarë i paraprin daljes nga në kokë ku e kemi në treg është përgatitja. Është përgatitja, është marketingu i vetes, është krijimi i atij produkti apo atij shërbimi, krijimi dhe nxjerrja në formën më të lartë të shitshme, sot në një treg ku konkurenca është shumë e lartë. Ka shumë ekspertë vërtet që në fakt nuk janë të kënaqur nga karriera e tyre apo dhe nga niveli ku ekspertiza e tyre po përdoret apo nuk po përdoret. Arsyeja pse ata nuk paguhen nuk ka lidhje nëse këtë ekspertizë e kanë apo nuk e kanë, po punojnë apo nuk po punojnë. Në fakt kam kuptuar që shumë nga ne shumë gjëra e mëson duke i bërë. Por produkti i tyre është i mirë, shërbimi i tyre është i mirë kur krijon vlerë dhe këtë vlerë e pozicionon këtë produkt, të shërbim, të ekspertizë, e pozicionon në mënyrë tërheqëse për njerëzit. Nëse nuk e bën, jo vetëm që njerëzit nuk do të bëjnë kur biznes me ty, por dhe ti vetë nuk do të jesh në gjendje kur të harish të kuptosh që ajo gjë që ti ke ekstraordinar, që ke të jashtëzakonshme brenda vetes, nuk do përdoret në formën e tillë që do të jap ty çfarë tham, atë lirinë e merituar, që të kesh mundësi të ndihmosh ata që do, që të kesh mundësi që të jesh financiarisht i aftë në tregun e punës për të shtuar vlerë tek të tjerët. Kështu, duke thënë këtë gjën, jam duke pyetur, nëse një dikon në jetën tuaj, që është një ekspert, që është diku i mirë pozicionuar, por nuk duket se e po e ngrën në këmbë këtë gjën e të dalurit në tregun e punës dhe të shiturit e ekspertizës, të shtuarit vlerë, ju lutem dërgojeni këtë podcast që po e dëgjoni. Mund të jetë një ndryshim në ta, e cila mund të jetë midis të qenit në një jetë që je vazhdimisht i pakënaqur, edhe pse mund të jesh në shkallë karriere shumë të arrira, me një jetë në të cilën ti fillon të kuptosh që e meriton të jesh në shkallën më të lartë të plotësimit të nevojave të tua, që është të dhënit mbrapsh. Unë mendoj që ndikimi që ne kemi shpeshherë tek këta njerëz është shumë i madh nga ne që mendojmë. Ndaj do të thoshja, nëse mendoni 1 apo 2 apo 3 veta që e kanë këtë gjën dhe që kanë nevojë të nxiten që si ekspert të dalin të mirë përgatiten, të paketohen dhe në mënyrë të tërheqshme ta nxjerrin këtë në tregun e punës, çojuni. Nëse ky person i ju vet, atëherë fillo të kuptosh rëndësinë që ka kjo që jemi duke folur, duke u përgjigjur thjesht 3 pyetjeve që i kam tani një pas një. E para, cila është një gjë që ju vlerësoni në veten tuaj dhe që doni ta nxjerrni në treg? E dyta, në cilën fazë jeni të këtij paketimi apo të këtij marketingu, të kësaj ekspertize apo të këtij produkti apo të këtij shërbimi tuaj, në cilën fazë jeni? Jeni në fazën që po e artikuloni, jeni në fazën që keni filluar ta komunikoni për shembull nëpërmjet mediave sociale, nëpërmjet një dalje në Instagram apo në Facebook, janë gjitha faza që duhet i kaloni. Apo pyetja e tretë është çfarë mendon që të pengon të dalësh ta bësh realitet këtë pjesë të karrierës tënde? Është mungesë e kohës? Nuk pa merr mendja sot, kur shumica e gjërave janë që po bëhen online, dhe që ti ke mundësi që nëse do duash ta realizosh diçka, këto janë kohë të arta.
sepse shumica e gjëra po realizohen online. Është mungesë mjetesh financiare, dikush mund të thotë që po unë nuk i kam lekët që të merrem tani të futem në programe vetë zhvillimi. Shiko, unë nuk e mendoj që kjo është një arsye plot, kur mendoj që rezultati i parë që vjen nga futja e karrierës tuaj në një marsh tjetër, ose ndërtimi një korsie tjetër në autostradën e karrierës tuaj, rezultati i parë i saj është ana financiare, është rritja e të ardhurave. Prandaj nuk mendoj që kjo duhet të jetë diçka që do të pengoj dikë që të kuptoj që është për të dalë në treg dhe duhet të dalë në formën më të mirë të mundshme. Personalisht mendoj që mos marrja e vendimit më të madh tuajt që të marrësh ndihmën e duhur, të përgatitesh veten për në tregun e punës, mendoj që kjo është pengesa më e madhe që unë shikoj në shumicën e njerëzve. Merrni një vendim tani. Mos e shtyni. Filloni të përdorni fuqinë e ekspertizës suaj për të fituar lirinë që meritoni, që vjen nga plotësimi i çfarë ju dëshironi në karrierë. Sot me të vërtet mund të jetë dita që mund të doni të ecni në një karrierë të plotë, me 3 korsime, 3 drejtime, jo vetëm në një dhe gjysmake dhe vrastare, dhe që varet vetëm nga të tjerët. Dhe sot, në fakt jemi të mbushur me aq shumë informacion, dhe fatkeqësisht shumica e këtij informacioni është shumë i shtrenjtë për ne, dhe është një informacioni i keq që merret dhe përveç që na vret kohën, na çon nëpër drejtime të gabuara. Unë mendoj që nëse vini tek MICC dhe tek klubi i klientëve tan apo ish klientëve tan, vini në mes të një rritje të konsoliduar udhëheqësish që janë në ekonomi, por jo vetëm në ekonomi. Dhe kushdo që na bashkohet, i bashkohet në fakt një rritje njerëzish suksesshëm në fusha specifike nga pothuajse të gjithë industritë, qoftë në Shqipëri, qoftë në botë. Kushdo që na bashkohet, bëhet më i mirë. Dhe shef që e sheh jetën nga një këndvështrim më i mirë. Pra, shohim ekspertizën e tyre në ndritën e shtrimit të vlerës, një zinxhir tashmë të gatshëm tregu klientele dhe të gatshëm që t'ju presë ju të zhyteni direkt në praktik me atë që mësoni në coaching në sesionet bashkë. Konsultimi dhe futja në rrjet apo rjetëzimi me sipërmarrësit me mendje të njëjtë me ju është apo dhe të qeniet në një rrjet të tillë bën që parat e paguara në fakt të jenë një investim i suksesshëm. Thjesht lidhja për jetë me pjesëmarrësit e këtij rrjeti, miqësitë profesionale që menjëherë përkthehen në partneritete ekspertësh, bën që unë të them me bindje, kushdo që vjen në programet tona, do gjej shërbimin më profesionist të gjendshëm. Dhe personalisht në muaj do gjej shërbëtoren më të kualifikuar, realisht më të dedikuar. Ai qëllimi që unë them shpesh klientëve të mi është, unë do dua që asnjëherë të mos gjeni një njerëz që do ju shërbej më mirë se sa ju kam shërbyer unë. Dhe pyetja që nuk bëhet këtu është, a ka dëshmi të kësaj? Po, ka plot. Mund të futeni për shembull në website-in tonë, atje gjeni pafund, mund të gjeni tek www.emivisdhemescc.com. Po pyetja ngjelet, a jeni ju ata që do të merrni vendimin tuaj tani për të marrë frutet e punës suaj në treg, që të fitoni lirinë financiare që meritoni, që vjen nga plotësimi në karrierë, apo njihni dikë që duhet të marrë këtë vendim dhe të na bashkohet? Thjesht fare, realisht nëse mund të futeni dhe të çoni një email në emivisdhemescc@emivisdhemescc.com dhe mund të na kërkoni aty dhe ne do të kemi mundësinë që të japim një intervistë me ju, të bëjmë një intervistë së bashku dhe të shikojmë cilat drejtime tuaja hyn në ekspertizën tuaj dhe cila prej degëve të tjera të karrierës është që mund dhe duhet të zhvillohet. Ndërkohë që jemi në një vendim, ajo që do të mirëni është do të mbështeteni me trajnime vjetore, trajnime mujore edhe trajnime javore. Ka trajnime private që janë drejt për drejt me mua apo me coach të tjerë, të cilët unë shikoj që mund të jenë më me vlerë për ju, si dhe do të mirëni aplikacionin ton, që është me lidën, dhe libërtin e ushtrimeve së bashku. Jeni të gatshëm që të ndroni jetën tuaj tani, duke vendosur që të jepni vetes tuaj 20 deri në 30 minuta punë në javë për rritjen tuaj. Tregu i punës sapo vete dhe bëhet më specifik dhe më i hapur për pikërisht këta njerëz që fillojnë të vënë ekspertizën e tyre, që mund të duket si në doza të vogla, por e paketuar dhe e çuar në formë tërheqëse në tregun e punës, mund t'ju siguroj një vend në tregun e punës që ju do doni ta shijoni. Zgjedhja miqësh e juaj. Na bashkoni. Së afërmi kemi dhe webinarin, të cilin po e gjeni me titrat shkruar poshtë, se si mund të na bashkoni. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, uroj të takohemi në anën tjetër bashkë në grupet tona për të parë ndryshimin dhe për të sjellë atë jetë që ju meritoni dhe atë liri që ju meritoni,
që është në fakt liria, për të qenë të aftë financiarisht, të ndihmojmë dhe t'i japim sa më shumë në familjen tonë, në komunitetin tonë dhe sidomos në ata që kanë më shumë nevojë për ne. Duke u bekuar miqësisht Elida.